Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të mi të kanalit të Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme me mua Tyrona Lilin për të komentuar ngjarjet më të bukura dhe më interesante që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Këtë komentim do ta nisim me Glitako, një vajzë e cila na ka dhënë një super hieshi këto ditët e fundit duke publikuar copëza të vogla nga jeta e saj, por copëza të vogla që në fakt marrin një jehon shumë të madhe tek publiku shqiptar. Glitako ditën e djeshme në Instagram ka publikuar dy fotografi shumë të bukura nga një makinë tepër luksoze, ku Egli ditën e djeshme kishte vendosur që të vizitoj Prishtinën, të vizitoj Kosovën, vendin ku në fakt vendi ku Eglit i ka dhënë më shumë dashuri dhe i ka dhënë më shumë mirësi. Tani, era Prishtinë, thonte Egli, që mund të nënkupton që ndoshta ndonjë këngë e Eglit mund të quhet Era Prishtinë, që është duke punuar Egli tashmë, apo thjesht Egli ka vizituar Prishtinën. Janë dy pjesë që në fakt mendja jon ka vajtur dhe publiku është i ndarë. Disa mendojnë që Egli e ka postuar këtë fotografi duke paralajmëruar projektin e saj që mund të quhet Era Prishtinë, ndërsa në anën tjetër disa thonë që Egli ka qenë dhe ka vizituar Kosovën. Me patjetër që Egli ka vizituar Kosovën, me patjetër që ka vizituar Prishtinën, nuk ka një arsye të thjesht përse e ka vizituar, patjetër që do të ketë një background, një prapavi për arsyen përse Egli ka shkuar në Kosovë. Unë jam munduar që ta përmbledh në një shpjegim këtë situatën, duke krijuar edhe hamendësime, ndoshta nëse do të jenë këto pikat, por mbi të gjitha Egli dukeshte shumë sharmante dhe shumë e lumtur gjatë vizitës në Prishtinë. Një nga figurat më të dashura dhe më të komentuara të skenës shqiptare, Glitako ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut, këtë herë jo nga një studio televizive apo nga një dalje zyrtare, por nga një udhëtim i veçantë që ka ndërmarrë drejt Prishtinës. Dita e djeshme ishte një ditë e mbushur me shumë ngjyra, emocion dhe shumë energji pozitive për Eglin, e cila ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetin social Instagram disa fotografi që flasin më shumë se mijëra fjalë. E bukur, elegante dhe plot shkëlqim, Glitako është shfaqur në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, duke reflektuar jo vetëm klasin e saj natyral, por edhe një ndjesi të thellë gëzimi edhe rehatie. Në një nga postimet e saj, ajo shihet e veshur me një kombinim minimalist, por shumë të kuruar deri në detaje, një fustan i bardhë elegant, takat që duken shumë pak që janë, apo atletet që i ka të zeza dhe xhinset blu, syze të diellit markave të njohur dhe flokë të lëshuara që jepnin asaj një pamje prej divave moderne. Por kjo vizitë nuk ishte thjesht një ndalesë për të bërë një fotografi apo për të shijuar një kafe në sheshet e gjalla të Prishtinës. Sipas burimeve të sigurta, Glitako kishte udhëtuar drejt Kosovës për një arsye më të rëndësishme, në shkrimin e disa kontratave pune që do të konkretizohen së shpejti në projekte të mëdha artistike dhe televizive. Thuhet se në këto kontrata përfshin bashkëpunime me disa produksione të njohura në Kosovë. Mes tyre mund të pritet edhe një afrimitet në një televizion të Kosovës në rajon, ku Egli do të ketë një rol të rëndësishëm, do me thënë mund të ketë edhe këtë gjë Egli, nuk i dihet. Megjithse vetë artistja nuk ka bërë ende ndonjë deklaratë zyrtare, prezenca e saj në Kosovë është një sinjal i qartë që diçka e re dhe emocionuese po vjen. Egli nuk e ka ndalur asnjëherë dashuria për artin edhe për ekranin, dhe duket se ajo po kërkon të zgjerojë horizontin e saj profesional edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Ajo është treguar gjithmonë e përkushtuar dhe punëtore dhe duket se Prishtina është një hap strategjik drejt rritjes së mëtejshme të karrierës së saj. Po përtej angazhimeve zyrtare, Egli nuk ka humbur rastin të shijojë dhe magjinë që ofron Kosova.
Ajo është parë duke eksploruar qytetin me një makinë luksoze, të cilën e ka përmendur edhe në postimet e saj në mbishkrimin e shkurtër që thot Era Prishtinë. Dhe vërtet në çdo moment të shfaqur në rrjetet sociale e ka reflektuar vetbesim, qetësi dhe një ndjesi të pastër lumturie. Në një tjetër foto e ka publikuar një pamje që duket që është parkuar në një vend ku ka një shtëpi nga pas, e cila është interpretuar për fansat si një ndjesi e thellë dashurie që Egli ka për këtë vend, ndoshta edhe për shkak të mikpritjes së jashtëzakonshme që ka përjetuar nga njerëzit atje. Ajo ka marrë me dhjetra mesazhe nga ndjekësit kosovar, të cilët e kanë mirëpritur me fjalët më të ëmbla dhe e kanë ftuar të rikthehet sërish, madje duke i propozuar edhe vende që mund t'i vizitoj në rastin e ardhshëm si Prizrenin, Gjakovën apo Rugovën. Në një atmosferë ku bukuria jashtme shoqërohet me përmbajtje, profesionalizëm dhe shpirt pozitiv, Egli Tako duket se ka gjetur një vend që i përshtatet si me ndjeshmërinë ashtu edhe me ambicjet e saj. Kosova, me sa duket, nuk ishte vetëm një ndalesë, por një portë e re drejt mundësive të reja. Tashmë fansat presin me padurim të mësojnë më shumë rreth projekteve që Egli po përgatit. Ajo vetë ka lënë të kuptohet se shumë shpejt do të bëj publike detajet që do të surprizojnë publikun, dhe nëse e njohin mirë Eglin, kjo do të ndodhë me shumë stil, zhurmë pozitive dhe sigurisht në të njëjtën elegancë që e karakterizon gjithmonë. Prishtina e mirëpriti, Egli shkëlqeu dhe gjithmonë ajo nuk zhgënjeu. Në fakt, këto janë fjalë që unë jam munduar ta përmbledh udhëtimin e Eglit në Kosovë, me patjetër që nuk do të jetë një udhëtim kafeje, mund të jetë diçka që është e lidhur me këngën e re që Egli po sjellën në skenë, duke ditur se sa dashuri ka falur Prishtina, edhe mund ta përdor këtë momentin duke nxjerr këngën Era Prishtinë, një këngë e cila ndoshta do të mbuloj të gjithë dashurinë e publikut shqiptar, pasi që kemi edhe këngë Gocë nga Tirana për shembull Redoni që ka nxjerr, por mbi të gjitha do të kuptojmë në ditët në vazhdim përse Egli vizitoi Kosovën dhe cila ishte qëllimi i saj. Hamendësuam se mund të ketë nënshkruar kontrata me ndonjë kompani për të nisur rrugtimin e bashkëpunimit të saj, por edhe mund të ketë kontrata televizive duke e ditur afërsinë që kanë mediat mes Shqipërisë edhe Kosovës. Në këtë rast, Egli ndjeshte shumë e lumtur, ndjeshte shumë pozitive, ndjeshte shumë e gëzuar, që po shijon me shumë kënaqësi dhe me shumë adrenalin vizitën e saj në Kosovë.